E djena aeroportin e Vlorës, ndërkombëtar të Vlorës, shikus të dashtun, u bo, e kemi diskutu para disa ditëve që thësha nuk është fare në fazën finale, qysh është u paralajmëru fluturimi, e dje ka qenë fluturimi i parë certifikus në Vlorë, të cilin e ka bo, kuptohet, Begjet Pacolli, personi i cili bashkë me kompaninë e tij. Fluturimin e ka bua aeroportin? Edhe fluturimin e parë certifikus, kuptohet me pilot, po ka qenë i pranishëm në fluturim. Ndërkaq në pistën e pritjes ka qenë edhe kryeministri Edi Rama, e shumë të tjerë të pranishëm që ju kanë gëzu këti fakti, sepse është një kthesë e madhe për Vlorën, një kthet një rëndësi tjetër qytetit të famshëm të Vlorës, edhe një qytet që për historinë shqiptare në fakt ka rëndësi shumë të madhe. Kjo ka qenë zbritja edhe fotografi në momentin e zbritjes prej aeroplanit të Begjet Pacollit. E thuaj që ishte shumë i shkurt fluturimin, nëse nuk gaboj shikus të dashur, rreth 7 minuta. Ska për Tiranës ka shku në Vlorë? Prej Tiranës në Vlorë, për rreth 7 minuta, po që ky fluturim s'po du me gabu, po nëse nuk e gaboj shifrën, kish kushtu, ky fluturim prej Tiranës në Vlorë, për 7 minuta kish kushtu rreth 30.000 euro. 30.000 euro, Anita? Që realisht nëse e mendojmë... Ku tha 30, thash më s'pëdel në 1 milion shate. Jo, po 30.000 euro nëse e mendojmë për një udhëtim 7 minutësh, është vlerë shumë e lartë, sepse dim që ndoshta e gjithë pasagjerët me umbush me bileta të aeroplanit dhe me fluturu prej Tiranës dhe prej Vlorës në një qytet tjetër, në një shtet tjetër, se dia e mbulojnë këto shpenzime. Hargjimi maj madh i aeroplanit, do më thonë ndodhë në ngritje, edhe këtu ka pas veç ngritje dhe zbritje. Do më thonë që ata udhëtimet e shkurta, nëse keni shpenzojnë më shumë. Nëse ju ka ra me udhëtu ndonjëherë Prishtinë-Tiranë, atëherë, do më thonë, kërë kemi pas udhëtimin 9 orësh prej Prishtinës deri në Tiranë, në ka ndodhë shpesh për konferenca dhe për takime atje seminare me shku me aeroplan. Edhe udhëtimi zgjatë ke 30-35 minuta. Do më thonë, për 35 minuta ishe në Tiranë, po nuk më ike as me, do më thonë, më ngritë aeroplanin në atë nalëcin cruising që i thojnë, do më thonë në nalëcin ku rrinë, do më thonë si ajo plaka që ka thonë kërë o këthy për një udhëtimi, ka thonë, qysh kalove në aeroplan, shumë mirë, unë alëm gjysë të rrugës, na shtru, më bëk, edhe të një vazhdu, se ju ka do ka aeroplanit që është sinalën. Do më thonë, i vynë aeroplanit një kohë e caktume, ku ty, kur jem rana, do këtë që jetë najtë një vend, po është nalësie e madhe, është ajri nuk është i dendun, do më thonë që i bjene ka shumë ma let me shku shpejt, edhe i vynë shumë ma pak fuqi me shku shpejt, derisa nëse në udhëtimet shkurta, hargjohet shumë energji, se është ajri shumë i dendun edhe tërheqja gravitacionale është shumë e madhe, të në kohën veç duhet më ngrit. Si të qofo besoj që kjo shumë për... Edhe zbritje hargjon. Për Begjet Pacolli nuk është problematike, rëndësishme është që ka arrit me sukses me përfundu një plan të tillë. Sa 2 çantat Hermesit. Sa 2 çantat Hermesit, fix. Është e rëndësishme që ka dalë me sukses e gjithë kjo fluturim, e gjithë kjo punë. Tha që ky aeroporti ndërkombëtar i Vlorës ka me qenë ndër më të bukurit në Ballkan, edhe këtu s'po kom pik dyshime. Pritet që edhe javëve në vazhdim e vazhdu këto provat me fluturime dhe diku në gusht të kësaj vere do t'i kemi fluturimet zyrtare. A ndrejsh në ndërtesa, a vesh pistën për qeshë? Pistën po pritet që gjatë këtyre muajve sepse është në përfundim. Thjesht që s'ka qenë faza finale. Vesh edhe asbestin kam janë gjitë. Vesh edhe asbestin. Për ndryshe, i ka falenderu qeverinë e Shqipërisë që ja u kanë ofru kushtet e nevojshme për me bo një ndërtim të një aeroportit të tillë, i cili ka me pas një rëndësi shumë të lartë ekonomike, edhe në fakt ndërkombëtare sepse ka me u bo si një pikë kyçe kështu për udhëtime. Fatkeqësisht që qeveria e Kosovës nuk ja ka ofru një kushtet e nevojshme për me bo një ndërtim të tillë brenda Kosovës. Kështu që tashmë i gëzohemi sukseseve cilat po ndodhin edhe në Shqipëri, sepse ky aeroport edhe ky fluturim i parë ka mund me qenë në një prej qyteteve të Kosovës, në zonën cilat veç se janë propozu nga fillimi, por shkaku tashmë nuk e dim a i interesave të partive politike, a i kushteve
cilat janë kërku, cilat nuk munden asë se me u përmbush, nuk e dim, po veç ndihemi keq kur nuk përfitojmë prej gjanave që mundemi me përfitu.